Janë shumë pak në shesh. Akoma edhe më pak në këtë sallë në një nga ambientet e Hotel Tirana, të cilën Edviol Kulluri, i arshueturi kryendrituri, tentoi ta quaj asamblen që do të krijojë kuvendin qytetar. Por qartazi në këtë sallë, pjesëmarrje shumë e ulët se sa shifra imagjinare e kryendriturit. Pasi t'jap dorëshën e Tiranës, të largohet Berisha me pseudo-opozitën e tij, të ndryshohet sistemi 82 vjeçar. I veçpalluri nismëtari i institucioneve të reja, përmes të cilave në mënyrë fare të paqartë synohet të përmbyset sistemi i vjetër 80 vjeçar, e pati të vështirë të bëjë në një mendje këtë grup qytetarësh në këtë sallë. Për çfarë jena këtu? A jena për çfarë do të nollim? Në 30 sekondet e ardhshme, në 7 sahati, nesër, të hanen, në shtator, apo jena këtu me ndërtu një kongres që, afat gjatë këtu deri në 2003. Hajde mos lëvizim nga i shesh, jo të ndajemi kokra ca këtu e ca atje. Nëse vim me pikat gatshme, do bëjmë këtë ngrejmë dorën për të kriju pushtet të ardhshëm, kjo është gjë e gabuar. Ashtu si në podiumin e protestës në shesh, që ju shlën në dorë qytetarëve të rastësishëm, edhe në takim nisi betejë për mikrofonin. Shumë filluan të kërkojnë fjalën, pa i lënë radhë kryendriturit nga Dukati i Vlorës të shpalos platformën e tij. Edvioli do të shpjegojë platformën në parti. Do ta dëgjojmë dhe do ta votojmë. Mes planit për të krijuar institucione paralele nga asamble, kuvend qytetar dhe këshilli ekzekutiv, Edviol Kulluri nuk arriti të shëgjur në përbashkët mes këtij grupi për të ardhmen e protestës, të cilën synon ta kthejë në forcë të madhe, aq sa për të përmbysur qeverinë. Është e turshme sjellja e gjithë secilit që do të shprehi vetëm emocionet e tij dhe kush ka Jo e turshme e gabuar ta quajmë, jo e turshme. Madje në krah të tij pati shumë pak figura me të cilat thotë se ka nisur aktivizmin qytetar prej 2017-s. Si mendoni ju ta realizoni dorëheqjen e Tiranës, po nuk listuat cila strategjia juaj në ato 5 pikat kryesore, se ne për këtë jemi mbledhur. Paqartësia se si kjo platformë në letër do të sjellë largimin e kryeministrit Edi Rama, kur deri më tani artikulohet vetëm kërkesa për dorëheqje, i shtyhu disa nga të pranishmit të kërkojnë të ndryshojnë orar revolucionit. Ne duhet të çohemi të gjithë, ne nuk mund të shkojmë në punë, sepse faktikisht pas ato po vite. Ashtu si protesta në shesh ka linçuar me 10 personazh publik, si nga media, bota e artit, edhe brenda kësaj salle të vogël, frymra e përçarjes dhe gjua e urrëties nuk mungoi. Duhet paraqes platformën tani qoftë në ju. Jo, s'ka problem, mendimet s'ka problem. Që kjo truez ishte larg numrave të dëshiruar dhe larg të qenit struktura që do të përmbys klasën e vjetër politike, u vure në kritikat e shumta të disa folësve se kjo mbledhje rreth një mikrofoni nuk është përfaqësuese e protestës.